Kthe pa kokën majtas, lutem, deri kur ndjen dhimbje. Okej, kemi dhimbje aty? Okej, kthe pak djathtas, lutem. Kemi dhimbje? Okej. A ndjen ti shpesh dhimbje qafe pas një dite gjatë para kompjuterit? A zgjohesh dhe ti në mëngjes me dhimbje qafe pa e ditur arsyen? A të kërcet qafa kur e rrotullon? Atëherë, dhimbja e qafës është një nga shqetësimet më të zakonshme që hasim në ditët e sotme. Ajo shkaktohet nga postura jo e rregullt, nga degenerimi të disqeve intervertebral në zonën cervikale, mund të jetë gjatë qëndrimit për orëve të gjata para kompjuterit, mund të jetë dhe si pasojë një traume ose aksidenti. E kokën të lutem. Dhimbje? Okej, shumë mirë. Kthe krah tjetër të lutem djathtas. Më lirshëm? Okej, super. Çfarë mbrapa të lutem? Okej, shumë mirë. Çfarë parë? Okej, perfekt. Mos lejoni që dhimbja e qafës të shkatërrojë përditshmërinë tuaj.